qartë, keni parasysh se veshtin? As pak a shumë Aroni më thanë që vëshë. Katër, shqipëllet, edhe, regu, hadi eci, uğruna, umarım nedim ne. Ama Enes, çok, Aron, aia işte presimu. Një tunat, o profesor, Luisi, não tem një tunat, profesor. Arsit, shiko kur plas, shiko portën mrapa, poziciono, djeri, me rov. Qo me kry. Sjepe. O Leo, të një qëtët. Ej, jeni të lutë shumë kesh. Luis e Enio. Ej, o Anton. Ma e fort desh. Hajde, go mrapa, fort Anton. Shko mrapa, fort Anton. Vazhdojmë, fort Anton. Vazhdojmë. Hej, shiko mrapa Enio. O fita, uti, o fit. No foul. Bravo. Oh. Bravo, Tango, bravo. Vet maar, ben ik maar in film. Bravo, Martin, Basøje. Vazhdojmë nxemet mirë. Hajde. Vazhdojmë nxemen, o Herman. Do me çakit se vites. Sa vitet vazhdo. Vazhdo mirë, vaj grak mirë. Opa, continuăm mirë, hajde. Hajde, gati. Fort. Stie fort post. Marlon. Stie post Marlon. Mai profe. Ma fort, Sepi, ma me besim. Marlon. Jeri fort. Rgoj, merë për topin për botë. Shpejt. Maldi. No foul. Bravo. Oh. Bravo, Tango, bravo. Vet maar, ben ik maar in film. Bravo, Martin, Basøje. Ne në një akademi e re e hapun tash me emrin e qytetit vjetët Lezhës Lisus. Nuk kemi ba as si ka dhënë si emër si promovim rreth 7 muaj.
me administrator Klajdi Reshin, ku unë jam bashkëngjit ma shumë me Jelani Farknesia dhe me mujt me Jelani Dora dhe me a promovu paga shumë. Ndërkohë Lisus, sa fëmijë ka të regjistruar dhe cilat janë synimet për të ardhmen? Lisus i është kriju nga Klajdi Reshi me grupet vogla. Momentalisht sot kemi rreth 130-150 fëmijë, ku janë të gjitha grup moshe nga U5, U6 deri te U13, që është skuadra që unë po punoj. Ne do vazhdojmë deri te U14, 15, deri aty kemi synimin edhe forcën edhe kushtet të cilët për me vru. Pastaj shpresojmë që këto fëmijë të integrohen diku tjetër te Bestidhja inshallah në të ardhmen, kudo qoftë, po të realizojnë ëndrrën e tyre për të bërë sportistë. Me 2 futbollistë të vegjël të ekipit Lisus, si quheni? Unë quhem Anton Plakaj. Sa vjeç jeni dhe sa kohë keni që merreni me futboll? Unë jam 12 vjeç dhe jam tash 3 vite duke marrë me futboll. Cili është pozicioni juaj në fushë? Luaj në shumë pozicione, po më shumë luaj në mes fush dhe në mbrojtës. Pse jeni pjesë e Lisus? Se mua më duk një ekip shumë i mirë dhe kisha qef që të hyesha me të dhe të marrë pjesë në përneshje. Stërviteni nga një emër shumë i njohur si Hasan Hoxha, është kënaqësi të punosh me një trajner të tillë? Por, shumë kënaqësi. Cili është dëshira dhe ëndra e madhe juaj? Që të bën një futbollist të mirë dhe të hyjë në për shumë ekipe të njoftëra. Si quheni? Elidian Fide dhe jam 13 vjeç. Çfarë pozicioni luani? Më shoqëroj djast edhe mërcim i djast. Sa vjet keni që merreni me futboll? 4. Cila është dëshira dhe ëndra juaj? Dëshira ime është të bëj prindrit krenar dhe të bëm futbollist shumë i mirë. Suksese. Faleminderit. Me një tjetër futbollist të ekipit Lisus, si quheni? Arsil Zefi. Profesor Hasan Hoxha thotë që do të jeni Simon Simoni i arshëm. E vërtet. Keni qef portën? Po, shumë. Sa vite keni që merreni me futboll? 3 vite. Pse për tjerë? Sepse ashtu me pëlqen mua. Cila është synimi juaj për karrierën e tij? Që të bëhem një futbollist i mirë. Shumë dëshirë të stërvitesh me profesor Hasan Hoxhën? Shumë. Një ekip i mirë Lisus apo pretendoni që të bëheni më të mirë në të ardhmen? Është ekip i mirë, po mendojmë që të bëhemi më mirë. Suksese. Faleminderit.